këtu kisha me përmend atë shembullin kur është pyet shejtani që ka ardhur disa transmetime, edhe pse ka fjalë të dietarëve për këto transmetime sa janë të sakta apo jo, mirë po është pyet një herë shejtani se cili është më i vështirë për ty, me cilin ke problem më tepër, me dietarin apo ai që bën ibadet dhe është i dhunën pas adhurimeve, nafile vullnetare. Edhe i thotë shejtani, eja me mua tregoj praktikisht se me cilin kam problem. Shkojnë të ai që është dhon pas adhurimeve ibadete, mirë po i mungon dija. E që dija dhe adhurimi në nështrimin ndaj Allahut janë dy binet që nuk duhet mu nda, sepse po ndajtën pastaj njëri pa tjetrin është problem mu zhvillu që duhet. Edhe i thojnë këtina, dhe iblisi afrohet formënirit edhe i thot, a ke dëgju thot që Allah e gjojnë xhami, domethënë në vend faljen e vet ku e ka pas aty, që është veçu për adhurime. I thënë, a ke dëgju se Allah don me e kriju edhe një botë tjetër në gërzhojën e vezës. I qënë kreta, i thot, pse di, vështirë. Domethënë vështirë. Edhe i thot, pastaj iblisi dalin, largohen për tjetër, a e sheh që shtina me i thonë fjallën e kufrit? Të thonë me dyshun fuqinë e Allahut, kur Allah e ka bërë këtë botë as pa gërzhojë të vezës. Pastaj shkojnë të dietari, të cili nuk e gjojnë në namaz. Domethënë e gjojnë nej normale. Mirë po, domethënë i ndriçu me dijen e tij e pyet. Edhe i thot, a ke dëgju se Zoti po don me kriju edhe një botë tjetër për i gërzhojës të vezës, thot po. Domethënë nuk kam dëgju, thot po nëse don ai e ban. Qysh e ban? Thot mjafton me thon Allahu bëhet edhe e bëhet. Der shejtani pastaj, aty shoqëruesit i thot a e sheh? Ona tjetrin e gjetëm namaz dhe në adhurime, mirë po, shumë shpejt e futa në shprehje të kufrit edhe e shtina në dyshim në Zotin, të cilin po e adhuron ai vazhdimisht. Ndërsa ky tjetri, i cili ka dije, a e pat me çfarë përgjigje më nxorr për lojës, më diskualifikoj. Që do të thotë se gjithsesi shejtani, pengesë e madhe e shejtanit për në punën e tij dhe në luftën e tij për mi deviju njerëzit është dija. Domethënë dija është një fortifikate fort, të cilën nuk mundet me kalu lehtë shejtani. Amo dije e cila është e dobishme, e cila pasohet me vepra edhe dije e mirëfillt, sepse shejtani gjithashtu prej grupeve të njerëzve që i devijojnë lehtë janë edhe ignorantët. Edhe për ata u bën të rënë dijen. Domethënë sot njerëzit janë në gjendje me bë sabër edhe me duru situata të ndryshme edhe vështirësi të ndryshme për gjëra të cilat janë qefe të njeriut. Për shembull, një shembull thjesht, për me marrë një shujtje me një restorant që e ka për qefin, ndoshta pret gjysmë ore në radhë aty për me marrë. Dhe domethënë hiç nuk i shkon mendja që është të lodh çka për e mush një bark të cilin ka mujt me mush gjithë tjetër. Mirë po ti më ja boj vetes. Domethënë shembull thjesht e morë. Ndërsa te dija është shumë e rëndë dija. Pse? Sepse shejtani ja rënon se çdo dije që e merr edhe funksionalizon pastaj, punon me to, që është raketë e rëndë për shejtanin. Bombardim, bozat kryesore të tij është. Sepse nuk mundet me lëviz lehtë edhe më afro lehtë këtij personi. Për ata ka ardhur në disa transmetime të dietarëve sa e di është se shejtani i gëzohet tepër vdekjes së alimit dietarit. Ati që ka dije i gëzohet edhe bën darsëm se vdes filani për arsye se ju hap këtij terreni pastaj që me vepru edhe me përhap helmin e tij tek njerëzit në mungesë të dijes dhe mungesë të dietare tek njerëzit të cilët nuk kanë dije.